Okej, përshëndetje të dashur miq të Ekonal. Edhe sot jemi në një takim të përbashkët. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dea Buzën, është hera e dytë që Dea vjen përsëri tek ne, për sa i përket iniciativës së saj dhe të familjes së saj në lidhje me këtë situatë kritike. Dea, mirë se erdhe në Ekonal përsëri. Dea, Faleminderit. Është era e dytë dhe është kënaqësi se ju keni qenë ata personat e parë që i keni mbështet nismën, edhe që i dhat atë spunton e parë. Shumë faleminderit. Edhe ne kishim e vlerësojmë shumë kontributin tuaj. Për ata që nuk kanë pasur mundësi të njihen me iniciativën, nismën e Deas, familjes saj dhe të disa njerëz që po kontribuojnë, ju mund të gjeni videon e parë në faqen tonë, por gjithashtu ne do bëjmë një diskutim me Dean për sa i përket një përmbledhje dhe një recap të çfarë është thënë në diskutimin e parë, pra ç'është ishte projekti dhe nisma e tyre, për të vazhduar më pas se si ka avancuar kjo nisëm gjatë kësaj periudhe të caktuar. Për të bërë një përshkrim, Dea Buza është arkitekte pranë Bashkisë Tiranës dhe pedagoge në fushën e arkitekturës në Tiranë. Ajo gjithashtu së bashku me familjen e saj dhe me teatrin Profesor Buza në Prishtinë, filluan një iniciativë për sa i përket prodhimit të maskave mbrojtëse për personelin mjekësor, që ishte domosdoshme gjatë luftës së COVID-19, sidomos në kushtet e mungesës së pajisjeve që ishte nëzër, dhe këto bëshë në kushte me printer 3D dhe me element që lehtësisht të gjetshëm, por që kërkoi kontributi njerëzve. Për më shumë do na flas Dea në lidhje me këtë çështje, kështu që Dea, përshëndetje, mirë se erdhe përsëri. Nëse mund ta thuar diçka për lidhje me iniciativën si fillim për lexuesit, për dëgjuesit tanë. Shumë shkurt, ne po takohemi bashkë gati 5 javë, domethënë kanë kalu 5 javë që ka filluar dhe që kemi pas intervistën e parë bashkë me kolegën tënde me Arbën. Si fillim në shumë pika të shkurta, domethënë për ata që ndoshta nuk e din, kjo gjë ka filluar, po bëhet, është java 6, domethënë po hymë në javën e 6 sot. Si nisëm filloi nga IMAT në Kosovë, ku me kolegët e vet, profesora nga Universiteti Transilvanisë në Rumani, edhe Universitetit Valencias, ku adaptun këtë face shieldin që prodhoi me printer 3D, domethënë që kishte dalë si rezultat i punës Universitetit Valencias me kompaninë Prusa Çeke, që janë lider, le të themi, në printera 3D. Dhe në momentin të marrë IMAT formën e parë, le të themi, të maskës, ne filluam me idenë që t'i vinim sa më shumë ndihmë stafit mjekësor për mbrojtje ndaj luftës Covidit, domethënë që janë këto face shield mask, domethënë që janë second line protection mask, domethënë maska të mbrojtjes së dytë, që t'i lehtësojnë sadopak atë mundin e madh dhe ngarkesën që kanë pas, sidomos në ato ditë të para, spitalet si në Kosovë dhe në Shqipëri. E kuptoj, shumë faleminderit. A mund të na thotë diçka ose diçka vizuale për këtë, cili është produkti juaj, pra cili është produkti dhe çfarë lëndësh përdor ai për tu bërë dhe procesi i prodhimit aty, pra nëse mund të tregoj diçka edhe për procesin e prodhimit, se pastaj të futemi ta bëjmë pak më interaktive. Më interaktive këtë. Unë do i bëj share screen, domethënë që të shohim pak ca gjëra, domethënë vizualisht që ta demonstrojmë, domethënë gjithë këtë rrugtimin tonë që kemi bërë deri më sot. Shkëlqyshëm. Gjithashtu ne kemi mundësi të flasim edhe për Kosovën, kështu që absolutisht, domethënë do bëjmë të njëjtën kohë, por e qenë që unë jam koordinatore për Shqipërinë, normalisht do ndaloj pak më shumë te Shqipëria normalisht, por që gjithsesi domethënë kemi edhe një krahasim mes Kosovës dhe Shqipërisë, sepse mendoj që është shumë interesant për të parë dy tendencat si është zhvilluar gjithë nisma në Kosovë dhe në Shqipëri, duke qenë që jemi le të themi njëjti popull, po në dy shtete të ndryshme dhe si është prit nga të dyja, nga këto dy të fundit. Kjo si gjë, domethënë, ka një proces të tillë, domethënë besoj që ndoshta duket në foto.
Ky është printeri 3D, domethënë që është i llojit Prusa në këtë rast, por që ka lloje të ndryshme të printerave, jo vetëm Prusa. Prusa është një kompani çeke, ka Kina, ka amerikane e tjerë, domethënë ka një gamë gjerë të printerave sot që flasin. Rezultati nga printeri 3D kemi këtë face shield, domethënë që është kjo pjesa e kornizës, domethënë që pjesa që printohet, sepse pjesë tjera normalisht janë pjesë ndihmëse që le të themi i vendosën kësaj kornizës, që është fleta transparente, domethënë që është asnjë gjë më shumë se sa një A4 nga ato të dosjeve që i përdoren në jetën e përditshme. Edhe normalisht ka këtë pjesën e elastikut që të mundson që ta shtrëngosh, ta fiksosh maskën në kokë. Domethënë ka një proces të tillë. Ky proces zakonisht kërkon diku te 1 orë e 5 minuta, 10 minuta tek prusa për printimin e një maske, sepse normalisht ka një proces shtrimi në mënyrën se si e prodhon maskën. Ka printera tjerë, normalisht në varësi të llojit, në varësi të vjetërsisë, viteve e tjerë, ka printera që për shembull kërkojnë shumë më shumë kohë se sa 1 orë e 10. Ka printera që kërkojnë 2 orë e ca për të printuar 1 ose 2. Kjo platforma e printerit, sa më i madh është, domethënë të jep mundësi që të vendosësh në të njëjtën kohë 2 ose 3 copa. Dhe normalisht kemi një rezultat, domethënë në fund të tillë. Kjo zakonisht në ditë me printer 3D mund të prodhohesh diku te maksimumi, le të themi për 1 orë e 10 minuta, le të themi diku te 16 copa në 24 orë, sepse ne duhet t'i lësh edhe hapësirë makinerisë që të pushoj, sepse normalisht mund të cilë probleme të nxehje të ndryshme, se gjëra që na kanë ndodhur, domethënë gjatë rrugës, domethënë prishet, djegët diçka që është proces normal i punës. Më falë të pyes një pyetje. Kjo pjesa e letrës, e kësaj lastrës që vendoset, kjo është e zoncueshme, pra parimi i kësaj është që duhet ose çdo periudhë stafi mjekësor duhet të ketë mundësi ta ndrojë atë. Lastra ka një përparësi edhe pse është cilësuar në ndër ky lloj face shieldi, sepse kjo si nisëm, le të themi, face shieldat kanë filluar që të prodhohen, besoj keni pa gjithë, domethënë janë solidarizuar studiet e ndryshme arkitektonike, inxhinierike në gjithë botën, që po prodhojnë lloje të ndryshme të face shieldit. Dhe ky lloj i face shieldit domethënë ka përparësinë sepse një pesha është shumë e ulët, domethënë ka një peshë shumë të vogël, gjithë nuk shkon më shumë se 20 gram. Domethënë imagjinoje kemi feedback nga doktorra të ndryshëm që e kanë mbajtur për 12 orë dhe nuk i ka dhimbë koka, domethënë sepse është dhe problemi i peshës. Dhe letrat transparente nga këto lastrat që i gjejmë në kancelari, zaventsohet. Por mund të durojë edhe 1 herë dhe 2 herë me alkool. Kjo është përparësia. Domethënë që dezinfektohet edhe me alkool. Njëjtën gjë domethënë që korniza dezinfektohet me alkool dhe është shumë përdorimshme. Dhe kjo është një përparësi tjetër sepse kjo do i ngelet spitaleve. Domethënë nuk është një maskë një përdorimshme që ti me aq e mbyll edhe hedh asgjësohet te mbetjet mjekësore. Kështu që kjo lastra ne momenti kur kemi bërë dhurimin kemi dërguar me lastra nga një, por që besoj që gjithë spitalet ose ne ju kemi thënë që në momentin nëse ju keni nevojë që t'ju sjellim lastra tjera, domethënë do gjejmë mundësinë që të kërkojmë domethënë donacione që t'i dërgojmë domethënë ekstra, por që besoj është një gjë që një kosto jashtëzakonisht shumë e ulët që të mund ta mbulojnë domethënë edhe ata mbulojnë dhe vetë, ndërsa personeli mbulojnë dhe vetë spitalet domethënë. Por ka dhe një gjë tjetër që ka dhe një material tjetër që në shumë maska është përdoret në Evropë jashtëzakonisht shumë, që quhet polikarbonat. Është një material që tip nuk është plastik glass, por ka qëndrueshmëri shumë të madhe. I reziston dezinfektimit edhe është shumë i lehtë në peshë edhe është i lakushëm, po këtu në Shqipëri nuk kemi gjetë në masën që kemi kërkuar ne, sepse zakonisht për dorë në pajisje të tillë, dhe sidomos në disa lloje tjera që janë pak më të avancuara, që do i shohim pak më poshtë,
kërkojnë me një spesor nga 0,1 deri në 0,5, që këtu nuk kishte, domethënë shkonte 2 mm dhe sa më i trashtë jetë materiali, aq më shumë rëndohet maska, që aty normalisht ka ato problemet e veta. Po, mund vazhdoj? Ky është një proces, këto janë printerat të Prusës, është një foto e grupit punës nga Kosova, që është një nga grupet ku ka 3 printera, po të shohësh një të kohë dhe po printon nga 3 copë, 9 copa njëkohësisht. Edhe ka këtë procesin e tillë. Ka një gjë, domethënë që momentin kur janë 3 copa në njëjtën kohë, normalisht kërkon diku te 4 orë, ka tjetër orar sepse puna në Makadale, duhet të ketë normalisht ajo procesin e ka pak më ndryshe sepse punon me shkrirje normalisht dhe me shtrezim, sepse materiali, kjo pjesa, le të themi, këto bobinat që shohim, është kjo pjesa e filamentit që quhet printimi, që është PLA, është lloj plastike që është e riciklueshme, që përdoret për printimin 3D, që ka llojeve të ndryshme, domethënë që nga Europa që prodhon, që nga Kina etj, edhe normalisht biles një ndër filamentet që prodhon te Kina më përpara që ka pas një çmim jashtëzakonisht shumë të ulët në krahasim me këtë të Evropës, domethënë që e marrim pak të ne që është i Prusës, që unë them që është më i mirë gjithsesi, dhe është lider në atë gjë. Ndërkohë që nga kërkesa shumë e madhe për krijimin e materialeve dhe Kina ka filluar që të rrisi çmimet jashtëzakonisht shumë, domethënë ka një tendencë interesante, domethënë edhe nga Kina për sa i përket edhe materialeve. Ky është një material që nuk gjendet, nuk ka në Shqipëri, të paktën nuk ka në gjendje, nuk ka depo që ti mund të kërkosh, blesh te ky lloj që kërkonim ne, domethënë i Prusës. Kështu që jemi detyruar, domethënë që të bëjmë 2 porosi të mëdha që edhe do të diskutojmë edhe pak më vonë kur jemi te pjesa e saj. Kjo është një fotografi e imja me mask. Domethënë kështu është pak a shumë kjo pjesa e se si duket në kokë, dhe po të shihni unë e kam vendos fletën vertikalisht dhe mund të vendoset fleta në 2 mënyra, dhe horizontalisht dhe vertikalisht. Po u vendos në horizontalisht është gjë e mirë sepse e mbulon në 270 gradë pjesën e kokës, dhe po u vendos vertikalisht normalisht vjen më e gjatë. Kështu që kjo është pak a shumë ajo procesi, le të themi, teknik i ndjekjes rrugës, domethënë se si prodhohen këto maska. Shumë faleminderit për këtë prezantim shumë interesante kjo. Unë kisha një pyetje, pra për gjithashtu dhe për shikuesit. Pra kjo lindi si nevojë, edhe një rezultat i një nevojës, pra kur kishte në kushte që duheshin në mënyrë të shpejtë, edhe supply ishte i kufizuar për sa i përket, kërkesa ishte e lartë në të gjithë botën për një që të kontribuojë. Unë kisha një pyetje për fillim. Pra si u prit kjo nisëm në Shqipëri dhe si filloi bashkëpunimi juaj me institucionet vendase dhe a e gjetën ata me vlerë këtë nismën tuaj, domethënë në ndërtimet e juaja, pastaj për diskutuar dhe për rezultatet konkrete më pas që do flas. Kjo si të paktën rrugën edhe kemi diskutuar gjatë, domethënë edhe me timat edhe ne, domethënë që ishim që angazhuar familjarisht, le të themi në fillim. Domethënë cila do ishte rruga për të ndjekur dhe gjithmonë zgjedhëm atë mënyrën institucionale, domethënë nuk kemi filluar punë dhe të prodhojmë në mas po flas, pa u lidh me institucionet përkatëse. Dhe një ndër kontaktet e para është doktor Arben Gjata, që du ta falenderoj, domethënë se është një ndër personat kyç që ndoshta i dha dhe shtys që të kemi të bëjmë një takim me drejtorin e QSUT-s, pastaj dhe takimin që i kishim me ministrën Zonja Manastir Liu, domethënë ku faktikisht ata vetë spitali e japi dritën jeshile që ne të fillonim printonim. Sepse nuk mund, ne i kemi dërguar që në herën e parë, takimin e parë kur kemi qenë tek QSUT-ja, kemi dërguar 20 mostra të masë, po ishim të përgatitur sepse du t'ja demonstronim dhe më du t'a shihnin se si po funksionon. Dhe ata thanë që për këto ne kemi nevojë jo në këtë moment, por na duhen domethënë gjatë gjithë kohës, sepse është një aset, dhe sidomos që kjo është një gjë shumë e mirë sepse do i ngeli, domethënë nuk është që ishte një përdorimshë, po është do i ngelte domethënë spitalit edhe kështu filloi domethënë e gjitha, dhe të gjitha kontaktet i kemi pas në mënyrë institucionale.
Në fillim është prit me shumë entuziazëm, edhe vazhdon dhe është pritet ka entuziazëm, sepse ka nevojë, dhe jo më Tirana nuk ka nevojë sa kanë nevojë rrethet. Na kjo është rëndësi. Prandaj flitet edhe për nevojën, pra domethënë se do që ne mund të kemi blerë gjëra, rrethet vazhdojnë të kenë këtë nevojë dhe rrethet kanë nevojë të përditshme, dhe përveç rretheve kanë edhe njësitë vendore shëndetësore, kanë shumë nevojë. Qendrat shëndetësore kanë, poliklinikat, domethënë që janë, sepse çdo gjë është përqendruar që është normale, është përqendruar në Tiranë, duke ditë që ne në Tiranë gjenden 3 spitale Covidit. Po, gjithashtu duhet të ndash atë që për shikuesit që kjo masë nuk do përdoret edhe nga stafi tjetër, sepse që ka kontakt të vazhdueshëm me njerëzit. Pra kjo shërben edhe për stafin mjekësor që nuk ka lidhje me Covidin, pra është e rëndësishme edhe për ata pajisja me këtë gjë. Për shembull, kjo pajisje që përdoret më shumti në jetën e përditshme është, nuk e di, te dentistët, se besoj gjithë thasin te dentistët. Dentistët e kanë një lloj, domethënë këtë lloj maske face shieldi që e përdorin domethënë në shumicën e rasteve, sepse si maskë në përditshmëri në spitale zakonisht nuk përdoret. Kjo përdoret si maskë është për këto le të themi për këto laboratoret hazard, domethënë kur ti futesh është e mbrojtjes shumë të lartë. Po normalisht nuk janë këto lloj maskash, janë ato maska normale. Sepse kjo ka një gjë që nuk futet tek maskat, nuk futet te pajisjet mjekësore, sepse pajisjet mjekësore kanë tjetër standard, kanë tjera procedura. Domethënë kjo është një pajisje, domethënë që i hyn në punë doktorëve, po që nuk është pajisje mjekësore. Dhe kjo është përparësia e kësaj, edhe normalisht është ka ato që dezinfektohet shumë lehtë, domethënë dhe ne kur shkuam atë ditë takimin e parë që e kishim në Qësutë, ata po na thoshin domethënë që kjo është një material që ne e dezinfektojmë edhe në pajisjet mjekësore, domethënë ku i përdorim për dezinfektim më të gjatë, jo vetëm alkool. Kështu që vazhdojmë, nuk kemi mbaruar hala. E kuptoj, kjo është diçka shumë interesante. Unë kisha një pyetje për prezantim. Pra këta mjekët pati edhe një proces që ata mund ta kenë testuar nëse ishte e përshtatshme apo jo, nëse përcaktonte kriteret për diçka të tillë, që i shërbente për punën, sepse për të dhënë mbrojtjen e nevojshme. Pati një diçka të tillë apo jo? Këto maska janë testuar në Universitetin e Valencias, në spitalin universitar, domethënë, dhe nga atje i kemi marrë, domethënë, ne, babi e ka marrë failin nga ata. Ne kemi materiale, kemi fotografi të ndryshme, kemi prova të ndryshme, domethënë që ata i kanë dërguar në emaila, domethënë që kanë bërë provat, kështu që kjo gjë është testuar edhe është patentuar, le të themi, në vendin ku është përdorur, domethënë ka certifikat europiane të përdor. Pastaj për institucione që të kalosh burokracinë. Po, pastaj këtu thash, përparësia është që kjo nuk është te pajisjet mjekësore që ti duhet kalosh nëpër procedura në Ministrinë të Arsimit, ke ligjin e veçantë, domethënë të prodhimit të shpuna materialit e tjerë. Kështu që kjo gjë, domethënë, duke mos qenë pajisje mjekësore, por që i hyn prapë po them në ndihmë spitaleve, është përparësia që për momentin, domethënë, është një aset shumë i vyer, sepse edhe vetë dizajni ka një gjë që nuk mbledh, për shembull ato pisliqet, mbledhjet e ndryshme, domethënë për sa i përket dizajnit, domethënë është menduar dhe është testuar goxha disa kohë, domethënë nuk është që ne e kemi marrë dhe thjesht e hodhëm, domethënë e kemi marrë nga disa persona të tjerë që ishte testuar, kështu që e marr vesh. Mirë, unë mund na thuash tani diçka për sa i përket si ka ecur, ti ke bërë një prezantim për këtë çështje, si ka ecur kjo nisëm deri tashti, ju keni thënë që keni kapur një milestone shumë të rëndësishëm për punën tuaj që të rregoj, po mund na thuash diçka më shumë. Pra si ka ecur dhe mund ta largoni diçka për rrugtimin tuaj, që këtyre 5 javë që ne s'kemi folur më që nga ajo projekti. Me shumë qejf. Thash s'pari ne, sepse besoj do bëjmë edhe diskutimin edhe që është më rëndësishme, domethënë do bëjmë edhe krahasimin edhe vende do ndalojmë, domethënë ku e shohim të rëndësishme. Po. Do fillojmë me Shqipërinë, pastaj do kalojmë tek Kosova, duke qenë që unë jam e njoh më mirë domethënë situatën në Shqipëri, duke qenë që kemi koordinuar domethënë pak a shumë çdo gjë për sa i përket maskave. Siç e përmenda pak më herët, domethënë java parë është ajo pak çfarë diskutuam edhe bashkë, domethënë që janë këto takimet
që i kemi pas në QSUT, aprovimi, dhurimi prej 20 copave, ku ajo kërkesa e parë që kishin në QSUT atë ditë ku i tham po mirë sa ju duhen, ta tham minimumi 500 copa. Edhe ne që këtu fillum, do më thonë, targetin e parë e kishim 500, dhe këtu ndalëm edhe kjo ishte ajo sfida e parë që du të arrinim. Pastaj, një gjë shumë në momentin kur ne morëm aprovimin nga doktorët dhe institucionet në këtë rast, ne me njëherë hapëm thirrje për persona që posedonin printer 3D dhe për materialet letrave transparente. Do më thonë që ishte thirrje përmes social media, do më thonë Facebook, Instagram e tjerë. Ku ndërkohë në të njëjtën kohë, bashkë me kolegun tim Albanon, do më thonë që ai ka qenë prej fillimit në Face Shield, do më thonë mes Albania dhe të them drejtën pa Albanon që ka qenë që në fillim, s'besoj që do arrinim, do më thonë dhe i këtë pikë, ka qenë goxha një aset që i ka jap shumë dorë, do më thonë gjithë nismës në Shqipëri. Ne vazhdonim të printonim, ndërkohë që ne mundoheshim që të kontaktonim dhe njerëz që njihnin që mund të kishin printera 3D e tjerë. Pastaj, ne donim të arrinim që të bënim një dorëzim tjetër, domethënë ku në fund të javës po flasim për 5 ditë, ku ne arritëm që të dorëzojmë 1000 maska. Dhe këtë 1000 maska ne dorëzuam pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale në prani të zonës Manastir Liu. Domethënë dhe si nisëm në këtë javë, ju bashkua edhe një miku im 3DV Army, ku dhuruan 50 maska që të rrisnim, domethënë, numrin e prodhimit, le të themi. Edhe në fund të javës, domethënë, ne arritëm sepse nuk po paraqiteshin, le të themi, njerëz, edhe u sollëm para një, le të themi, sfide që duhet kërkonim, le të themi, thirrje për mbledhje fondesh për blerjen e materialeve të printimeve, sepse duke qenë që nuk posedonin shumë printera, lindi nevoja që ne të rrisnim kapacitetin, domethënë, për të arritur sfidat që kishim. Kjo është pak a shumë, le të themi, disa foto të procesit, domethënë sepse kemi bërë një gjë, domethënë që pas çdo pike që do diskutojmë bashk, do shfaqem edhe disa fotografi, domethënë, të procesit. Këtu janë disa procesi printimi, domethënë vendosja në përkuti e tjerë. Pastaj, pas javës parë, normalisht kalojmë në faza tjera, domethënë kemi shtimin e kapacitetit prodhimit, edhe ku bashkuan, u lajmëruan 3 grupe të punës, që një ndër ata është Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në Tiranë, që për neve është shumë kënaqësi që një institucion i edukimit është bashku thirrjes tonë, për të vazhduar dhe për të rritë kapacitetin e prodhimit, sepse siç u thash, domethënë printeri 3D ka një limit të vetit ditor të prodhimit. Pastaj me mbledhjen e fondeve që bëm, domethënë kemi bërë blerjen e 2 printerave, domethënë porosinë e 2 printerave 3D, domethënë dhe 2 porosi me filament printimi diku te 70 kg. Ndërkohë që dorëzimet vazhdonin, domethënë javë pas jave, ku në këtë javë kemi 2 dorëzim prej 200 maskash, 100 copi u adresuan në QSUT dhe 100 tjera u adresuan në sanatorium tek Shefqet Ndroqi, tek spitali COVID-2. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme është sepse ne pam një thirrje që kishte hap 3D Hubs, ku është një ndër kompanitë lider, le të themi, të manufacturit, për sa i përket 3D printing, CNC machine, jo vetëm në Evropë, po edhe në botë. Ata bënin një thirrje që të dhuronin, të bëshin pjesë që dhuronin të ndihmonin spitalet me prodhimin, ku këta kishin një bashkëpunim me fabrikën e Prusës, edhe që të vazhdonim me prodhimin që të vazhdonit të merrim një fond, domethënë prej 500 copash, ku do adresoheshin 250
në Shqipëri dhe 250 do adresohen në Kosovë. Pastaj vazhdojmë, këto janë disa fotografi, domethënë tjera se si vazhdon e gjithë procesi. Janë maskat që janë përdorur domethënë te spitalet, domethënë kemi disa doktorë domethënë të QSUT-ja dhe këtu janë bashkë me zonën Zavend Drejtoreshe në sanatoriumi domethënë dhe ku ne e kryem edhe dorëzimin prej 100 maskave. Pastaj fillojmë me javën e tretë ku vazhdon prodhimi, domethënë pa ndalim. Dhe tani në momentin ku ne le të themi arritëm atë targetin e parë për 500 maskave, domethënë vendosëm bashkë në diskutime me QSU-tën, domethënë që të lidheshim me operatorin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, ku këta operojnë dhe i dinë nevoja dhe bëjnë shpërndarjen e të gjitha pajisjeve në përkrejt Shqipërinë. Kjo është një gjë shumë e mirë sepse këta i adresojnë, le të themi, ato nevojat ku duhet, domethënë ku ka nevojë më shumë, dhe ne kemi arritur që në momentin kur filloi, domethënë që të rritej numri në Shkodër, këta i adresuan një pjesë shumë të madhe në Shkodër, jo vetëm në spital edhe në urgjencë, por edhe te pjesa e qendrave shëndetësore. Të njëjtën gjë domethënë ka ndodhur edhe me Krujën, domethënë dhe ne dhe sot vazhdojnë që shumicën e dorëzimeve i bëjmë tek operatori, ku këta bëjnë shpërndarje në përgjithë Shqipërinë, në 5 spitalet rajonale që gjenden në gjithë Shqipërinë, në qarqe të ndryshme, ku ata pastaj nga qarqet fillojnë dhe bëhen shpërndarja sipas nevojave përkatëse që kanë qendra shëndetësore, ekipe të ndryshme të terrenit e tjerë. Domethënë dhe për 3 javë ne deri diku arritëm le të themi atë targen e 500 maskave, domethënë fillestarin që kishim. Prap këtu janë disa pamje, domethënë ku ne i dorëzojmë tek operatori. Dhe këtu tjerat janë disa pamje nga Shkodra, nga qendrat e ndryshme të qarkut të Shkodrës, domethënë që po i përdorin gjatë gjithë kohës maskat. Java 4 pastaj vazhdon me prodhimin. Kemi kërkesë nga klinika universitare stomatologjike, sepse siç e diskutuam edhe më herët, domethënë që klinika këta stomatologët i përdorin ndër e kanë të përditshme le të themi këtë face shieldin, dhe duke qenë që klinika universitare stomatologjike për momentin mbulon të gjithë nevojat e gjithë Shqipërisë, domethënë urgjente për sa i përket ndihmës parë, kështu që i adresuam 40 copa si numër që kërkuan urgjent. Në të njëjtën kohë, pastaj dorëzuam 275 copa tek operatori prap, që do shpërndaheshin në Shkodër, në Fier, në Durrës, në Krujë, sidomos ku ju hyn në punë, duke qenë që edhe atje filloi një vatër e re. Ku në këtë moment, domethënë neve na dhuruan, kemi pas një dhurim prej diku rreth 70 maskash, nga 2 persona, një në Durrës dhe një në Tiranë, domethënë që ju bashkuan le të themi kësaj iniciative. Këto janë disa pamje nga klinika stomatologjike universitare, domethënë ku po të shihni i gjithë stafi domethënë me maskat tona. Pastaj kemi javën e 5, ku pas 5 javëve sfida të ndryshme, uljet edhe ngritjet edhe gjitha problemet që mund t'i kemi hasë gjatë rrugës, që është normale, domethënë qoftë me vonesa të ndryshme, duke ditë që edhe posta dhe çdo gjë në botë është ngadalësuar, domethënë nuk shkonin gjërat sepse nuk i kishim në dorë ne, domethënë dhe çdo gjë po zvarritej. Ne arrim që të prodhojmë 1000 maska, që është targu jon i dytë, le të themi,
edhe ku 120 do adresohet, janë prodhuar për operatorin, domethënë që duhet i merrnin që para 2 ditësh, po domethënë i kam për momentin ende unë këtu, por në njëjtën kohë kemi edhe një kërkesë edhe prej 200 tjera që po i prodhojmë për operatorin, dhe ndërkohë po në javën e 5 ne bëm dorëzimin e parë nga 3D Hubs, domethënë kutia e parë që ka ardhur nga 3D Hubs prej 125 maskash, pranë Qësutës. Që përgëzime për këtë arritje. Faleminderit. Është një sfidë e madhe deri tek për të arritur deri këtë numër. Gjithsesi bashkë me 125 maskat e 3D Hubs, ne arrim që te kalojmë, le të themi, 1100 ca maska. Këto janë disa fotografi nga ekipet në terren. Këto janë në disa fasoneri në Kruj, domethënë që po i përdoren gjatë gjithë kohës maskat tona, edhe të them drejtën nuk ka kënaqësi më të madhe se sa merr nuk e di falenderime pafund, domethënë me mesazhe në telefon edhe të dërgojmë foto që nuk po i kemi më të përshtatshme që t'i përdorim këto maska se sa donacionet e tjera që mund të kenë ardhur për shkak të peshës tash dhe fleksibilitetit që kanë si maska, dhe është një lloj force që na shtyn përpara, domethënë që të vazhdojmë me sfida të tjera. Duhet të jeni krenar për këtë gjë. Po futemi në javën e 6, domethënë që është java tjetër, këtë javë që po hym. Kemi, siç e thash, 2 kërkesë prej operatorit edhe për 200 maska tjera. Po ashtu ne kanë arrit në dogan dje një kuti tjetër prej 125 maskash nga 3D Hubs. Po ashtu kanë arrit edhe 2 printerat me 35 kg filament, që po presim që të çdoganohet. Okej, do flasim edhe për këtë çështje pak. Unë kisha një pyetje se nuk e di nëse e prekëm, po edhe për ta ripërsëritur përsëri. Gjithë kjo punë që po bëni ju është punë që po bëhet me donacione dhe në mënyrë vullnetare, qytetarët ta kuptojnë këtë gjë. Dhe njerëzit janë duke kontribuar, qoftë me dikush me printerin që po e vën në dispozicion, qoftë dikush me materialet, qoftë dikush në mënyrë monetare ose diçka e tillë. Mbase ju ti ke diçka për të thënë se si kanë kontribuar njerëzit e ndryshëm, dhe ky 50% është bërë gjithë në mënyrë vullnetare. Edhe pastaj do flasim edhe për sfidat, sepse a keni pasur ju mbështetje nga institucionet ose problematika në aspektin burokratik për të pasur lehtësira, për shembull për mallat që keni porositur nga jashtë, dogana ose elemente të tillë që mund t'ju ndihmonin ose që mund ta lehtësonin barrën financiare dhe për të bërë të mundur prodhim më shumë për këto produkte. Unë them e mbarojmë domethënë edhe këtë pjesën e fundit. Pastaj domethënë kemi shumë më shumë informacion edhe mundësi domethënë që të diskutojmë këto detajet siç ka ndodhur realisht, domethënë te ky timeline që ngjan shumë flowing, po faktikisht ka pas shumë ulje ngritje të mëdha. Okej. Kështu që javën tjetër kemi goxha sfidë, kemi edhe jemi bashku thirrjes të fondacionit You Are Sunflower, ku gocat kanë kërkuar ndihmën tonë që të prodhojmë disa face shield për stafin mjekësor të pediatrisë. Kështu që sepse kemi bërë një gjë, duke arrit 1000 maska, ne po ulim intensitetin dhe grupet që kanë punuar deri tash i kemi liruar, le të themi, deri tash. Kështu që unë dhe Albano po marrim barrën kryesore të prodhimit maskave në varësi të nevojave, sepse ka dhe një gjë që situata është drejt stabilizimit. Shqipëria ka marrë goxha ndihmë nga jashtë, domethënë kështu që ka një mbulim të mirë, le të them, por ne do vazhdojmë që të operojmë me rrethet, sepse gjithsesi në fundit prapë rrethet kanë problem. Dhe është një paradoks, ndërkohë kënej ka shumë material, por rrethet prapë kanë problem edhe çasin në materiale. Kështu që do ulim pak intensitetin, jo me atë intensitetin e madh që mund kemi punu deri tash.
Të prap disa foto të fundit, kjo është nga donacioni I Prusës, domethënë po të shihni janë shumë më të avancuara se sa maska që prodhojmë ne, domethënë këto prodhohen direkt nga fabrika e Prusës në Çeki, domethënë që ka pikat e ndryshme në Evropë, edhe është këta po prodhojnë në ditë, arrin nëse s'gaboj një shifër prej 10 deri në 15.000 copa në ditë, që I shpërndajnë nëpër spitale të ndryshme, në varësi të kërkesave që kanë, sepse dihet që Amerika, Evropa kanë goxha mangësi, jo vetëm Shqipëria për sa I përket maska, po flasim në këtë rast vetëm për face shielding, sepse normalisht ka nevojë edhe për shumë pajisje tjera. Kjo është një përmbledhje, le të themi deri tash se çfarë fola, domethënë është pak a shumë janë printu 1020 maska, kanë punuar 3 grupe me printer 3D, ku në total janë 5 printer. Janë dhuruar 135 maska nga persona dhe studio të ndryshme. Janë dhuruar 300 fije fletë transparente, dhe pjesa tjetër normalisht është mbuluar nga ne. Janë shpërndarë 950 maska nëpër spitale dhe qendra shëndetësore në gjithë Shqipërinë. Kemi fituar një fond nga 3D Hubs me një sasi për 500 maskash, 250 në Shqipëri, 250 në Kosovë. Dhe janë mbledhur rreth 3500 euro nga fondet përmes platformave online. Dhe këto janë shpenzuar për blerje dhe materiale të 2 printerave 3D. Domethënë materiale printimi edhe 2 printera 3D, që për momentin kanë ardhur, një porosi ka ardhur printerave e filamentit, ku ne gjatë gjithë kohës me ato kemi punuar dhe kemi shpërndarë te personat, sepse kemi bërë një gjë. Të gjithë personat që janë bashkuar me neve, me printera, ne ju kemi mundsuar materialin, që t'i lehtësonim sadopak sakrificën, sepse në fundit është materiali I printimit është goxha I kushtueshëm, domethënë nuk është një gjë e lirë. Kështu që gjithsesi puna vazhdon ende, sepse kemi edhe një 500 copa tjera, pak a shumë, domethënë në këto 2 javë që duhet ti mbulojmë domethënë në kërkesat për momentin që kemi. Fantastike. Po kaloj edhe te Kosova, sepse është kam pak më shkurt edhe pastaj do kemi mundësi të diskutojmë, sepse edhe në fund kemi edhe një tabelë, kështu që të krahasojmë këto të dyja që mendoj që është shumë interesant. Po, në Kosovë po e mbulon babai jot procesi. Në Kosovë babi është koordinator, është ndjek e njëjta rrugë përmes institucioneve dhe këta kontaktin e parë që kam pas ka qenë Ministria e Shëndetësisë, domethënë nëse ne kemi pas QSUT-n dhe pastaj Ministrinë e Shëndetësisë që na ka mundsuar QSUT-ja në këtë rast. Këta kanë shku direkt në Ministri të Shëndetësisë, ku dhe e njëjta procedurë është hap që është hap një thirrje që njerëz të bashkoheshin, dhe të them të drejtën ka qenë një kënaqësi aq e madhe, sepse në Kosovë aq shumë të rinj, të reja janë lajmëruar për printime 3D, sa është nuk ka pas edhe nuk ka kënaqësi më të madhe, domethënë sa në një moment këta arritën në kulmin e vet që kishin 20 e ca printera që po printonin të njëjtën kohë. Çfarë të fantastike. Dhe shpërndar në gjithë Kosovën, domethënë njerëz lajmëroheshin që po un kam tjetri ka, dhe më mund të kontribuoj, kam kaq material, po filloj të printoj, ma dërgoni failin. Shumë fantastike. Kështu që ka qenë goxha më ndryshe në krahasim me Shqipërinë, ndërkohë që në Shqipëri kanë filluar të lajmërohen edhe mas 3 javë dhe 4 javë njerëz, domethënë ata që kanë pas kanë ngurru, ose thjesht kanë dashur të përfitojnë në mënyra personale, domethënë ka shumë lloj çësjesh. Ka shumë për të mësuar edhe nga ne këtë proces dhe për ndjenjën komunitare, besoj, po pra. Absolutisht. Kosova unë them që është shumë më përpara për sa I përket kësaj, por që edhe Shqipënia është përgjigj. Në Shqipëri kemi pas këtë gjën tjetër, sepse ne një ndër arsye pse hapëm thirrje për fonde ishin sepse njerëz po fillonin që duam të kontribuojmë, por nuk njohim as dikush që ka printer, nuk dim as kancelarit janë mbyll, lut na hapni sepse donin njerëz që sillnin lek praktikisht, sepse thekë ju e dini se ku ti merrni këto. Një ndër arsyet pse u shtyjem nga gjithë kjo është të hapnim, sepse dhe nga kërkesa, se po shkruanin, kishim kërkesa nga spitalet, na shkruanin gjatë gjithë kohës që shkruan te Shkodra kam nevojë për kaq, shkruan te Fieri kam nevojë për kaq, shkruan te Durrësi kam nevojë për kaq, kështu që domethënë filloi dhe më rrit ajo përgjegjësia, kështu që
dhe ne po ndjenim një moment që duhet ta bënim, ndërkohë që në Kosovë ishte e kundërta. Njerëz që kishin materiale ose s'kishin mundësi për printer, i jepshin personave që po printonin, domethënë, ose i jepnin dispozicion printerat e vet të 3D-s. Është edhe një gjë që ndoshta në Kosovë prap vazhdojnë që të rinjt të janë më afër eksperimentimit për sa i përket teknologjisë inovative. Edhe ndoshta kjo është një gjë shumë e mirë sepse në Shqipëri duhet me fillu pak më shumë me eksperimentu me printer 3D. Ajo është gjë që unë e vlerësoj tek në Kosovë. Edhe kjo ka qenë rruga, dhe Kosova në fund, domethënë të javës, këta dorëzimin e parë këta kanë pas shumë se nesër normalisht kishin shumë printera, kishin diku kanë bërë dorëzimi prej 145 herën e parë, domethënë në spitalin infektiv në qendrën klinike universitare të Kosovës në ÇKUK, ku për shembull është një njëjti proces, ka qenë shumë e vështirë në Kosovë sepse ishte edhe rrezikshme edhe për ti ma të thënë drejtën sepse po lëvizte si shumë, edhe unë ne kritikojshim nga Shqipëria shumë që kujdes sepse ishin ato javët e para dhe normalisht rreziku ishte pak më i madh kundrejt virusit. Deri në momentin sa filloi, domethënë këto javën e fundit, më që ka filluar të stabilizohet situata. Në Kosovë ka qenë procesi është edhe më ndryshe se sa në Shqipëri, domethënë atje ka një grumbullim, një pikë grumbullimi më të madh që e bën Ministria e Shëndetësisë. Nuk e bën dhe ata nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë shpërndarje në nevojat që kanë. Po ashtu në Kosovë ka ndjek edhe një rrugë tjetër që janë lidh me komunat e ndryshme, që komunat kanë bërë dhe nëpër shpërndarjet që kanë nëpër qendrat klinike familjare, qendrat e vogla shëndetësore të qytetit edhe spitalet rajonale. Kështu që këtu janë disa foto, domethënë kjo është në Prishtinë ato ditët e para ku filloi dhe bora, që janë me maskat e face shieldit. Në Kosovë kemi janë printuar 1567 maska, domethënë Kosova, siç e shihni, është shumë më përpara se sa Shqipnia. Në Kosovë gjatë gjithë kohës po punojnë 11 grupe që kanë printera 3D, domethënë që në total janë 11. Pastaj janë dhuruar 26 kg filament për printim 3D. Janë dhuruar 21 kuti letrash transparente, që një kuti përmban 100 copa. Janë dhuruar 80 tuba plastiqesh. 50 persona janë angazhuar në mbledhjen edhe mbarvajtjen e shpërndarjes së maskave. Dhe në total, domethënë në gjithë spitale, qendra shëndetësore janë shpërndar 1574 maska. Një ndër partnerët që ka pas nisma në Kosovë, ka qenë Këndi Amerikan në Prizren, ku këta në të njëjtën kohë kanë printuar maska, ku edhe kanë mbulu nevojat, le të themi, në rajonin e Prizrenit. Ndërkohë që edhe në Kosovë vazhdon puna për prodhimin e maskave në varësi të nevojave që kanë. Në fund, po të shihni te ky slajd, këtu në fund kemi një krahasim, le të themi, të Shqipërisë me Kosovën, ku mund të shohim krahasimin se si për shembull në Shqipëri, le të themi, janë printuar 2020. Pastaj në Kosovë kemi në Shqipëri kemi 3 grupe, ndërkohë me 5 printera, ndërkohë që në Kosovë kemi 11 grupe.
Pastaj kemi 135 dhurime që kemi pas në Shqipëri, 300 fije në janë dhuru dhe janë dhuru për mbi 1000 copa llastiqesh. Janë mbledh 3500 euro nga fondet përmes platformave online, ku këto janë shpenzuar për blerjen e printerave 3D. Ndërkohë që në Kosovë po të shihni ka ndodhur e kundërta, domethënë të gjitha nuk kemi mbledhje fondesh, domethënë këtej është ndjekë rruga tjetër, domethënë që njerëz kanë dhuru materialet dhe kompani të tjera, domethënë që posedojnë filament në këtë rast, kanë dhuru filamentin për printime 3D, kanë dhuru në mas letra transparente, kanë dhuru po ashtu edhe llastiqe, domethënë që në Kosovë për shembull është bërë jashtëzakonisht shumë problem që të gjejnë furnizim me llastiqe. Në të njëjtën kohë, domethënë kanë qenë 15 persona janë angazhuar në mbledhjen e mbarvajtjen e shpërndarjes së maskave, ndërkohë që ne në Kosovë jemi diku te 5 persona që bëjmë mbledhjen edhe ndjekjen mbarvajtjen e shpërndarjes së maskave. Janë shpërndar 1574 maska nëpër spitalet qendra shëndetësore në gjithë Kosovën, ku duke qenë në këtë rast në Kosovë, njerëz që janë shpërndar më shumë, që kanë qenë më shumë në numër, kanë pas mundësi, domethënë që të bëjnë të kenë vetë të bëjnë shpërndarjet në fizikisht në gjithë Kosovën. Ndërkohë që ne këtu në Shqipëri, domethënë nuk kemi ekspozuar, le të them, kaq shumë, domethënë të gjitha dorëzimet i kemi bërë nëpër qendra të ndryshme, domethënë në QSUT ose tek operatori në këtë rast, ku këta të fundit kanë bërë shpërndarjen nëpër gjithë Shqipërinë, që edhe ne në këtë rast të ruajmë, le të themi, veten. Du ta theksoj edhe një herë që është donacioni i fituar nga 3D Hubs, domethënë me një sasi prej 500 maskash, ku 250 janë për Shqipërinë dhe 250 janë për Kosovën, dhe kjo sasi është adresuar veçanërisht për QSUT-ën në Shqipëri dhe për QKUK-ën në Kosovë. Sasia e parë ka ardhur në Shqipëri, domethënë kutia tjetër është në dogan, që besoj të hënën çdoganohet. Ndërkohë që kutijat e Kosovës i presim sepse gjithë nga që projekti është shkruar nga ne këtu në Shqipëri, kështu që si adresë do vinë këtu, dhe pastaj në momentin kur të arrijnë të dy kutijat e donacionit, të fundit do të rëzohen tek ambasada e Kosovës në Shqipëri, ku ambasada do ndjekit dhe do i kryej gjithë procedurat për sa i përket dhe çdoganimit edhe dërgimit së maskave në QSUT. Në Shqipëri janë shpërndar, siç e thash edhe më herët, 950 maska nëpër spitale, edhe nëpër qendra shëndetësore në gjithë Shqipërinë, në ekipet e ndryshme që janë në teren e tjerë. Unë kaq kisha për sa i përket prezantimit. Unë e di që Ami ka i problem me kompjuterin edhe nuk po kyçet dot. Kështu që unë për momentin do i bëj mute meeting, nëse do kemi mundësi që të bëjmë një diskutim me Amin në vazhdim.
Po, Amin. ode. Përshëndetje, se palla i problem teknikun. Se më le me Kështu. fol edhe unë egzagerova duke mos qenë të ndjekësh dhe të moderosh. Është Ja, bërë është defekt i profesionit, besoj. jo, bërë shumë mirë. Unë pata një problem teknik me kompjuterin dhe tani jam futur nga celulari, siç mund të shoh. Po më shkoi mendja. Mirë, shumë falë. Besoj që prezantimin ti e mbarove, ëh? Nuk është se unë dita shumë nuk e di sa humba unë nga kjo pjesa, sidomos nga mbyllja, por jam i sigurt që ka shkuar shumë mirë. Ne tani kemi menduar që të bënim një diskutim së bashku në pjesën e fundit përveç diskutimit. Ato gjëra që ne mund të flisnim ishte çfarë aspektit, çfarë planesh keni ju për të ardhmen, si do shkojnë gjërat, çfarë sfidash keni hasur deri tash dhe cila ka qenë eksperienca personale në këtë aspekt. Besoj ndoshta që shumë shkurt, sfida ka pas nga fillimi normalisht edhe do ketë. Nuk ka asnjëherë mjaftueshëm pajisje që mund të prodhohen për Shqipërinë. Mund të jemi ne, mund të jenë edhe 5 nisma njësoj si ne. Domethënë gjithmonë ka nevojë që të printohen dhe të prodhohen gjëra për t'ju ardhur në ndihmë në këtë rast spitaleve. Vetëm në këtë rast që duhet të ketë kujdes, domethënë paktën ato gjithë nisma të tjera ose materiali që përdoren etj, mënyra se si i shpërndajnë, kjo është shumë e rëndësishme. Gjë tjetër domethënë që është shpresojmë që të marrim një ndihmë nga Ministria e Shëndetësisë për të hequr doganën. Po, sa do ta kemi, sepse duke qenë që është material plastike deri tash në të gjitha dhe donacionet që kemi marrë, domethënë kemi mbuluar me fondin që kemi mbledh. Fatmirësisht kemi pas më shumë të mbledhura se sa që kërkuam në fillim, sepse ishin vendosur një target për 2500 euro, por ndërkohë mbledhëm shumë më shumë se aq. Kështu që kishim dhe të gjitha doganat edhe të donacionit i kemi i pagu vetë, edhe porosinë e parë kemi pagu po ashtu vetë. Dhe po shpresonin që të paktën këtë porosinë e dytë që është një vlerë goxha është shumë më e madhe, në 2 printera 3D dhe materiali plastik ka doganim tjetër për arsye sepse të përmbajtjes vet, kështu që po shpresonin që ndoshta Ministria e Shëndetësisë të na ndihmonin këtë anë. Unë jam në kontakt me ata dhe i kanë të dhënat edhe presim të hënën. Ajo është diçka uroj që të ketë zgjidhje dhe që kjo të shërbej për këtë gjë dhe për të sensibilizuar ndopak, se kjo e bën më të lehtë, ul dhe kostot edhe rrit dhe kontributin që mund të bëni. Besoj që duhet dhe një bashkëpunim i Ministrisë së Shëndetësisë me Ministrinë e Financave për ta zgjidhur, po nëse ka vullnet, do të parë pastaj kjo aspekti burokratik i çështjeve, por nëse ka vullnet është diçka që lehtësisht me kosto të ulët. Po pra, lehtësisht me kosto të ulët për shtetin, se nuk është as diçka, por me vlerë shumë madhe për ju dhe për kontributin që mund të jepni me ato pak fonde që keni në dispozicion për të bërë një impakt edhe më të madh. Kështu që uroj që këtë të jetë mundësia. Pyetja që në Kosovë si funksionon kjo? Apo s'keni, Kosovë ka pasur prindër që s'keni pasur nevojë ta keni ditën eksperiencë? Në Kosovë kanë bërë një gjë, domethënë është kompania e Gjirafës, ku ata kanë bërë porosinë për filamentin, domethënë edhe kanë dhuru, them drejtën. Gjirafa ju ka dhuru falas, domethënë filament. Falas. Domethënë që është gjë shumë e mirë dhe duke qenë që Gjirafa e mbulon e merre për porosinë vet, edhe normalisht i ka tjetër procedurë për sa i përket doganave. Domethënë unë duke qenë person individ në këtë rast, sepse ne jemi një grup njerëzish, individësh, nuk kemi asoj që asnjë gjë, domethënë thjesht u bëm bashkë për të bërë këtë gjë, domethënë. Edhe çdo porosi ka qenë në emrin tim, edhe ndoshta në ca momente ka pas pak probleme, domethënë edhe me bankat e tjerë, domethënë me tjerë, ku është normale në fundit, sepse me një moment fillon duke ndodhur një aktivitet shumë i madh porosish e tjerë. Por që gjithsesi domethënë kanë qenë te bankat, më ka bërë shumë përshtypje, kanë qenë shumë të hapur edhe nuk asnjë moment kanë qenë shumë të mirë kuptueshëm edhe nuk ka pas asnjë bllokim në asnjë pikë, domethënë e kanë ndjek nismën edhe e dinim kush jemi.
Pastaj kanë qenë këto problemet e vogla teknike, domethënë jo PayPal-in, sa momente u bllokue, derisa u zhblloku, domethënë kanë qenë këto streset e vogla, po që në sa momente të bezdisin. Një tjetër që ka qenë me një moment, ka qenë pak e bezdishme, të drejtën, fillun kishin ca tendenca që po fillonin të shisnin maska, domethënë kishte ca kompani reklama që filluan të prodhonin me Forex maska dhe me plastic glass. Kështu që por më duket që kaloi, domethënë iku ajo si vazhdon që shitën, por në momentin paktën kur u futën nuk ishte momenti. Tash mund të fillojnë shesin, por në ato ditë ishte pak e bezdishme domethënë si gjë. Për ju, sepse ata janë pare, ju nuk shisni maska, që jeni proces, du ta saksojmë këtë gjë. Për neve nuk na prish punë, jo asnjë kompani reklama, asnjë nisëm tjetër, sepse ne kemi qëllimet tona shumë qarta, domethënë për sa i përket rrjedhës të gjës, domethënë edhe të kërkesave që kemi. Kështu që nga kjo anë, domethënë kemi ecë me ndoshta në disa raste ngadalë, por që kemi ecë me ato hapat e sigurt, domethënë si breshka. E kemi shtruar rrugën mirë, domethënë, edhe kjo është ajo që na ka mundësu që të jemi të sigurt në hapat që po bëjmë pa u ngut. Gjë tjetër është, ne po bëjmë gjëra tjera, më dërgoi një mesazh i mat, më përmisoi, më tha që gjirafa na ka bë zbritje, nuk na ka dhuru, kështu që duhet. Sepse ata kanë gjirafa ka bë porosinë e filamentit për nismën, domethënë që i ka liru nga këto kokçaret. Kokçaret administrative. Do ishte gjë e mirë. Do ishte gjë e mirë që ne të kemi mundësi të ftojmë edhe ato biznese që kanë mundësi të ndihmojnë ose që kanë infrastrukturën për ta bërë diçka për të marrë një pjesë të kësaj, që është momenti për unë i bëj thirrje, do ishte diçka njerëzore me vlerë. Kemi një gjë, domethënë që se kemi pas disa telefonata na kanë marrë edhe kompani të mëdha në Shqipëri, duhet të them, që donin kontribonin, po ne arritëm që të blenim një sasi të madhe të filamentit, domethënë që mund të prodhonin pafund. Domethënë dhe për momentin nuk besoj që nuk kemi nevojë më për ndihmë monetare. Sepse e kemi mri, domethënë kemi ende material për të prodhuar, për të përmbush për to gjithë nevojat dhe kërkesat që kemi për momentin. Një gjë tjetër që po bëjmë, po fusim ca gjëra të reja. Që prap do i hyjnë në punë spitaleve, po ç'është më e rëndësishme do i hyjnë në punë shkollave, sepse shkolla do hapen në qershor. Kështu që ne përshpresojmë që para qershorit të arrijmë që të bëjmë ca gjëra, po çfarë është do ju themi domethënë vazhdim, sepse ende jemi duke punuar nga ana e dizajnit për sa i përket. Shumë. Neve ju mirëpresim, kështu që do të takojmë përsëri këtu kur kjo është e ardhmja e themi, domethënë që kjo ardhmja është që të shfrytëzojmë, po tentojmë që të gjithë këtë eksperiencë, le të themi, ta kthejmë në një startup të madh, le të themi, përmes se si mund të përdorim teknologjinë e inovacionit, jo vetëm në mjekësi, sepse nuk ka mangësi vetëm mjekësia, me krizën e Covidit në këtë rast, thjesht i kanë nxjerrë në pa ato problemet që kanë sistemet në përgjithësi, por këtu, sidomos në Shqipëri, ka tregu se sa boshllëqe ka tregu shqiptar. Eksaktësisht, unë nda një mendim me ty për të hapësirë. Një ndër arsyet pse ne këto printerat që i kemi ble me paret e vullnetmirëve, do ja dorëzojmë Universitetit Mjekësisë, që ata të fillojnë të eksperimentojnë me printera 3D, sot printohen organe me printera 3D, kështu që është pafund gama e ti bëjnë vetë spitalet, për shembull në Maqedoni, për shembull vetë spitali prodhon face shield. Kuptoj. Kjo është fantastike, kjo nisë me juaj edhe për të lënë pajisje dhe për të vazhduar ata vetëm në shembullin pra. Nuk është vetëm kjo, por është shembull edhe për treguar që shumë gjëra mund të bëhen, nëse kështu. Që edhe kjo nisma juaj për fazën si e keni menduar është diçka jashtëzakonisht e mirë dhe për të vlerësuar, kështu që mund të falenderoj shumë
për Faleminderit edhe ty. fakt për intervistën, të kërkoj ndjes ty dhe shikues që pata këtë shkoputi, po besoj që kanë qenë në duart sigurta me prezantimin tënd. Jemi mësuar. Interesant. Kaq se fola pak më gjatë, po besoj Jo, që shpresoj që sikon bezdis. Ishte i shkëlqyeshëm. Të falenderoj shumë për nismën, për gjithçka që po bëni ti këtu, babai jot andej në Kosovë, dhe për vlerën që sillni dhe të presim përsëri për zhvillimet e mëtejshme që do kesh me qeverisë dhe muajin. Faleminderit juve, ju jeni thash edhe më herët ata auguri i mirë që kemi filluar me juve, nuk po e mbaroj me juve, shpresojmë që të fillojnë gjërat. Vazhdoj dhe më tej. Po. Eksaktësisht, dhe ne ju urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit, faleminderit dhe ju miq që po na ndiqni. Faleminderit.